إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Vëllezër të mirë, pas një 3 javë ndërprerje për shkak të udhëtimeve dhe për shkak të paqefjes vogël, vazhdojmë sot me hadithet e Imam Muwatta's së Imam Malikut dhe gjithmonë e falenderojmë Allahun subhanahu wa taala që na mundson të lexojmë dhe të studiojmë hadithet e Rasulullahit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Edhe ta dim gjithmonë se Muhammedi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka thënë në hadith të vërtet: "Men salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-janna." Dhe kush ndjek një rrugë që çon ose është e kërkimit duke kërkuar ilm, dituri, Allah thot ja lehtëson për mes asaj rruge atij rrugën për në xhennet. Ja lehtëson atij personi për mes asaj rrugën në xhennet. E ti nëse mëson hadithet e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam hinë në këtë kategori me lejet Allahut subhanahu wa taala. Prandaj sa është të dëgjosh hadithin e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, ndije veten që je i privilegjuar, ndije veten që ki privilegj të madh me dëgjimin e hadithit të Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, duke qenë në shtëpinë tënde. Sahabite e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam kanë ndodhur që kanë udhëtuar një muaj të tërë për të dëgjuar një hadith të vetëm të Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. E ti në një ndenjë të vetme mund të dëgjosh më shumë se 20-30 hadithe nga Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Po çfarë mirësie e madhe është për ata që dinë, për ata që kanë logjik. Të fillojmë tani me hadithet. Sot Sheikh Muslimu nuk e kemi atë nga se ka qenë në umre, si duket akoma nuk ka arritë të shtëpia. Inshallah javën e ardhshme na lexon ai, po sot do të lexojmë ne. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. افتتاح الصلاة. مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود. تاني është në kapitullin e namazit. Brenda kapitullit të namazit kemi kaptinën e iftitahu salat, se si e ka filluar Muhammedi sallallahu alaihi wasallam namazin. Fillon me hadithin i cili është nga transmetimi i Abdullah ibn Umayrit radhiyallahu ta'ala anhuma, shokut e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të shokut e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kur ka filluar namazin, kur Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka filluar namazin, i ka ngritur duart, do thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duart, i ka ngritur duart deri në bryla, deri te krehtë e tij, hadha men kibehi, do i ka ngritur duart deri te brylat, kështu, deri te krehtë e tij sallallahu alaihi wasallam, i ka ngritur duart deri te krehtë sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur e ka ngrit kokën nga rukuja, ka bërë të njëjtën gjë. Do i ka ngrit duart deri te krejtë e tij sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka thënë: Sami Allahu liman hamida.
Rabbana wa lakal hamd. Rabbana wa lakal hamd. Edhe nuk e ka bërë këtë punë në sejdë. Do thotë në sejdë nuk I ka ngrit duart Muhamedi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kur ka lëviz në sejdë nuk I ka ngrit duart Muhamedi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sami Allahu liman hamida, thot Allahu I përgjigjet e dëgjon atë I cili e bën hamd atë, I cili I bën hamd Allahun subhanahu wa ta'ala. Edhe Rabbana wa lakal hamd, thot Zoti im, ty të takon hamdi. Pastaj ngritja e duarve gjatë namazit është prej sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe nuk është prej bidateve në fetë Allahut subhanahu wa ta'ala, por është sunnet I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanët duhet ta falin namazin ashtu siç e ka bërë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Për ata të cilët thonë se tekbira, ngritja e duarve bëhet vetëm në fillim të namazit, apo vetëm në gjatë tekbirave kur ngriten tekbirat në namaz të Bajramit. Përdoren disa hadithe ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I ka çortuar sahabit e tij për lëvizjen e duarve. Ato lëvizjet që I ka çortuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kanë pas të bëjnë me atë që në fillim të Islamit, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I ka në fillim të Islamit shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë lëviz dhe kanë përshëndet njëri tjetrin në namaz me dur. Do të kanë përshëndet njëri tjetrin pas namazit me dur. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar këtë gjë dhe ka thënë çfarë është puna juaj që po lëvizni me duar, sikurse do thotë sikurse lopët që I lëvizin bishtin e tyre. Kjo është ndaluar, mirë po veprimi I ngritjes së duarve kur të bjesh në ruku dhe të ngritesh nga rukuja, është sunet I vërtetuar I Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe po të themi se nuk duhet të bëhet lëvizja e duarve, atëherë nuk duhet ta bënim as në fillim të namazit, e as në tekbirat që bëhen në namazin e Bajramit. Pra, lëvizja e duarve thot namaz bëhet deri te shpatullat, apo deri te vesht, mirë po jo të preken vesht, nga se të preket vesht është vezvese, nuk ka që të bëj me veprimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam apo të sahabive të tij. Thotë ngriten deri sa janë veshët apo deri sa janë shpatullat. Deri sa janë shpatullat, jo më shumë. Pastaj kemi hadithin tjetër, Malik an ibn Shihab an Ali ibn Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع فلم يتزل تلك صلاته حتى لقي الله. Kjo është një transmetim nga Ali ibn Husayn ibn Abi Talib, ibn Ali ibn Abi Talib. Nga Ali ibn Husayn, Aliu ibn Husaynit. Husaynit të Aliut radhiyallahu ta'ala anhu, që ku transmeton që pejgamberi sallallahu ky ka qenë I njohur si Zainul Abidin, Zainul Abidin, biri I Husaynit radhiyallahu ta'ala anhu. Ky do thot ky ka transmetuar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka transmetuar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë tekbir, do thot ka bërë tekbir, I ka ngrit duar në këtë namazën e tij sa ka lëvizur, sa është ulur dhe është ngritur. Dhe kështu ka qenë namazi I tij derisa ka takuar Allahun subhanahu wa ta'ala, derisa ka takuar Allahun azza wa jall. Më së pari ky hadith është mursal, nga se Aliu, ky Ali ibn Husayn radhiyallahu ta'ala anhu nuk e ka pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, thot babai dhe gjyshi I tij kanë qenë sahabi, ndërsa ai nuk ka qenë sahabi I Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po ka transmetime të tjera që e vërtetojnë këtë hadith, dhe është hadith I vërtet, mirë po në këtë rrugë nuk është I vërtet, nga se ka ndërprerje. Quhet hadith mursal. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة. Pashtu nga Sulejman ibn Yasari, që pashtu ka qenë nga tabenat, se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam I ka ngritur duart e tij në namaz, do thotë I ka ngritur duart
kur ka rënë në sejdë dhe kur ka rënë në ruku dhe kur është ngritur nga rukuja. Po ashtu ka hadith është mursal nga se Sulejman ibn Yasar nuk është nga sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع فإذا انصرف قال والله إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Transmetim tjetër është nga Abdullah, transmetim tjetër nga Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, se ai është falur për ta dhe i ka ngritur duart sa herë që është ulur dhe ngritur. Dhe ka thënë që në vërtet unë jam namazin e kam namazin më të ngjashëm me Rasulullahin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Në kam namazin më të ngjashmin me Rasulullahin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ai ka treguar se si ka bërë namazin. Pastaj مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع. عبد الله بن عمر رضي الله عنه bënte tekbir sa herë ngritej, sa herë ulej dhe ngritej, sa herë ulej dhe sa herë ngritej. Po ashtu مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفع ما دون ذلك. Pastaj transmetim tjetër nga Abdullah ibn Umeri radhiyallahu ta'ala anhuma që ai i ngriste duart në fillim të namazit deri te shpatullat, ndërsa kur e ngriste kokën nga rukuja i ngriste pak më ult. Mirpo hadithi i vërtet nga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam është se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka bërë veprimin ose deri te shpatullat ose deri te veshët, jo më ulët, të ngritin duart në këto veprime. مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة قال فكان يأمرنا أن نكبر كلما خفضنا ورفعنا. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما që ka qenë prej sahabive të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe babai i tij ka qenë sahabi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ka vdekur në betejën e Uhudit. Ai thot i mësonte se si bëhet tekbiri në namaz, dhe i na urdhëronte thot që të bënim tekbir, thot, i ngritnim duart, sa herë bjenim poshtë dhe ngriteshim, sa uleshim dhe ngriteshim, do thot, sa uleshim në ruku dhe ngriteshim nga rukuja. Këtë veprim ta bënim në namazin tonë. مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة. قال يحيى قال مالك ذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة. مالك transmeton nga Ibn Shihabi, Imam Zuhriu i njohur prej imamëve të tabeinëve, që ka thënë nëse njeriu e mrin rekatin dhe bën një tekbir, thot i mjafton thot ai tekbir. E Maliku ka thënë po nëse e ka për qëllim atë tekbirin e fillimit të namazit. Çysh është qëllimi për këtë? Qëllimi për këtë është për shembull ti vjen në namaz dhe imami është në ruku. Thot imami duke qenë drejt bjen në ruku. Ti tash po lidhesh me imamin duke qenë imami në ruku. Tash a ki nevojë me thonë dy herë Allahu Akbar një herë për fillim të namazit edhe të pastaj tekbirin e dytë për të ulur në ruku. Mjafton të shumica ulemave ta thuash vetëm një tekbir. Ta thuash vetëm një tekbir Allahu Akbar dhe të bish drejt në ruku. Imam Maliku rahimahullah thot po këtu thot nëse ka për qëllim këtë tekbirin e parë tekbiri i iftitah. Tekbiri i iftitah do thotë që është tekbiri i hymjes së namazit. Nga se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë tahrimuha at-takbir, thot
namazin, thot namazin ndalohet çdo gjë që është jashtë namazit kur të bësh tekbir. Kur të bësh tekbir, kur bësh tekbir thua Allahu Akbar, atëherë të ndalohen punët që bëhen jashtë namazit brenda namaz me këtë veprim. Kjo është qëllimi i hadithit të Rasulullahit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pastaj thot يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله ثت سئل مالك عن رجل دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية قال يبتدئ صلاته أحب إليه ولو سهى مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول رأيت ذلك مجزيا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح. Imam Maliku është pyetur për një njeri që hyn me imamin, hyn në namaz me imamin. Dhe harron tekbira al-iftitah, harron me bë tekbir, veç futet namaz pa bë tekbir, pa bë tekbir fare, pa thënë Allahu Akbar fare dhe ngrit dorë. Deri thot e fal një rekat. Pastaj i kujtohet thot as nuk e bën tekbirën e ihramit, tahrimit thot parën, as tekbirën e rukus nuk e bën, as njënën. Deri thot e fal thot një rekat. Pastaj i kujtohet se e ka harru ta bëj tekbirën e iftitah të fillimit. Dhe thot në rekatin e dytë atëherë e bën tekbirën, Thot atëherë Imam Maliku thot e fillon namazin me ta. Çu ky tekbiri që ka bën në rekatin e dytë llogaritet që atëherë e ka filluar namazin. Atëherë e ka filluar namazin. Mirë po, nëse thot u habit, nëse është habitur, kur ka filluar imami namazin, thot imami ka filluar namazin, edhe ky është lidh namaz pa thonë Allahu Akbar fare. Kur bjen imami në ruku, atëherë thot Allahu Akbar thot, kjo besoj që mjafton. Kjo besoj që mjafton thot që është lidhur në namaz në atë moment. Është lidhur në namaz në atë moment. Pastaj thot po ashtu thot qala Yahya qala Malik fi alladhi yusalli li nafsihi fanasiya takbirat al-iftitah annahu yasta'nifu salatahu. Thot Imam Maliku është pyetur për një njeri i cili falet vet. Edhe ka harru tekbirat al-iftitah, thot tekbirat al-ihram, thot ka harru në fillim me thënë Allahu Akbar fare ka harru. Thot Imam Maliku ka thënë që duhet ta filloj namazin nga fillimi. وقال يحيى قال مالك في الإمام ينسى تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته قال أرى أن يعيد من خلفه الصلاة وإن كان من خلفه قد كبروا فإنهم يعيدون. إمام مالك نسى إمامي e ka harru tekbirat al-iftitah, tekbirin e parë, e ka harru imami. Dhe deri sa e ka mbaru namazin. E thot e ka mendimin që duhet ta përsëris namazin, dhe duhet ta përsëris njerëzit që janë falur mbrapa tij. Edhe nëse ata që janë falur mbrapa tij kanë bërë tekbir. Nga se namazi i tyre nuk ka qenë i vlefshëm për shkak se nuk e ka thënë tekbirin e parë, nuk e ka thënë Allahu Akbar në fillim të namazit, nuk e ka thënë tekbirin në fillim të namazit. Pastaj fillon me një kaptin tjetër thot el-qira'a fi al-maghribi wal-isha, leximi në namaz të akshamit dhe të ishas, namazit të isha është namazi i yatsis. Thot Malik an ibn Shihab an Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im an abihi annahu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب. Maliku transmeton nga Ibn Shihab nga Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im nga babai i tij Jubair ibn Mut'im radiyallahu ta'ala anhu se ka thënë e kam dëgjuar Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam të lexoj surën Tur në namazin e Maghribit, në namazin e akşamit. Çfarë kjo thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka vepruar ashtu siç veprojmë shumica imamëve tani që në namaz të akşamit të lexojnë vetëm sure të shkurta, po nganjëherë ka lexuar në namaz të akşamit edhe sure të gjata, siç është sura Tur. E ka lexuar thot në namaz të akşamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Ku kam të puna ngritjes së duarve, imamët ton, imamët e Ahlus Sunnetit e kanë dhënë shumë rëndësi kësaj i kanë dhënë shumë rëndësi kësaj pune, saqë Imam Bukhariu e ka një libër të veçantë për këtë punë, quhet Juz'un fi raf'il yadayn fi s-salat, kaptina që ka të bëjë me ngritjen e duarve në namaz. Është libër i veçantë i Imam Bukhariut rahimahullah. Pastaj vazhdojmë me hadithet. Malik an ibn Shihab an Abdullah an Ubaydillah ibn Abdullah ibn Utba ibn Mas'ud an Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت له يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ka lexuar thot ka fal një ditë namazin e akşamit dhe nona e tij al-Fadl bint al-Harith e ka dëgju duke lexuar wal mursalat urfa sur al mursalat në namaz të akşamit. Ai ka thonë o birim më kujtove me leximin tënd të kësaj sure se ajo ka qenë surja e fundit që kam dëgjuar duke lexuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në namaz të akşamit. Surja e fundit që kam dëgjuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam duke lexuar në namaz të akşamit. Nona Abdullah ibn Abbasit e ka pasur emrin al-Fadl Lubaba e ka pasur emrin Lubaba e ka qenë e njohur si al-Fadl, nona e Fadlit. Dhe Abdullah ibn Abbasi radiyallahu ta'ala anhuma e ka pas një teze. E tezja e tij ka qenë Mejmunja, që ka qenë Mejmuna bint al-Harith, që ka qenë tezja e Abdullah ibn Abbasit, e Mejmunaja radiyallahu ta'ala anhum ka qenë gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gruaja e Muhamedit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Do thotë e ka pas teze gruan e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye ai nganjëherë ka shku ka bujt të tezja e tij. Ka bujt të tezja e tij, gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe nona besimtarë dhe është fal me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në namaz. Po ashtu në këtë hadith kemi edhe diçka tjetër, ajo është gratë kanë marrë pjesë në namazet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe janë falë në xhami. Ky veprim është veprim i muslimanëve në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe nuk është ndaluar për muslimanët të shkojnë në xhami të falën në xhami, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Thënë mos i ndaloni robreshat e Allahut të falen në xhamit e Allahut. O buyutuhunna khairun lahum, ndërsa shtëpitë e tyre janë më të mira për to. Mirëpon, thotë është gratë nuk bën të ndalohen nga shumë marrja pjesë në xhami. Për këtë arsye unë i lavdroj vëllezërit tanë në Shqipëri, të cilët i kanë të hapur xhamiat e tyre për motrat muslimane. Ku do shkosh në xhamia në Shqipëri, xhamiat në xhuma dhe në vakte kanë motra, edhe në derse marrin pjesë edhe motrat muslimane. Për dallim nga Kosova. Në Kosovë që unë nuk di ndonjë xhami ku falet për shembull edhe gratë në namaz të xumas. Po dëshiron të ndonjë grua të falet në namaz të xumas, nuk di ndonjë xhami ku mund të falen gratë në namaz të xumas. Apo në vakte shumë pak ka gratë që marrin pjesë në xhamia në vakte. Mirë, kjo nuk është në pajtim me veprimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe veprimin e sahabijeve, grave të pejgamberit dhe grave të sahabët të pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Prandaj al-Fadl radhiyallahu ta'ala anha tregon që ka dëgjuar këtë sure, që është prej sureve më të gjata pak nga pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, të këndojnë në namaz të namaz natën e akşamit. Pastaj thot Malik an Abi Ubayd مولى سليمان بن عبد الملك عن عبادة بن نسي عن قيس بن الحارث عن أبي عبد الله الصنابحي
أنه قال قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق فصليت وراءه المغرب فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة من قصار المفصل، ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتى إذ إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب. Ky hadith është nga transmetimi I Sanabuhit, Abdurrahman ibn Usailas, që ka thënë kam shkuar në Medinë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në kohën e Abu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu, thot dhe kam falur mbrapa tij namazin e akşamit. Dhe thot në 2 rekatet e para të akşamit ka lexuar Umul Quran, thot ka lexuar Fatihan dhe sure nga një sure nga Qisar al-Mufassal, nga surat e shkurta të Mufassalit. Mufassal janë surat që fillojnë prej surës Qaf deri në fund të Kur'anit. Dhe këto ndohen në 3 pjesa, në 3 pjesë. Thot të gjatat janë prej surës Qaf deri në surën El-Buruj. Të mesmet janë prej atush deri në surën El-Bayyina. E të tjera të shkurtat janë për te Bayyinas deri në fund të Kur'anit. Thot Abu Bekr radhiyallahu anhu ka lexuar surat e shkurta në këtë namaz. Thot se pastaj në kur u ngrit në rekatin e tretë, thot u afrova nga ti të thuaj se rrobat e mia prekin rrobat e tij, dhe thot edhe dëgjova të lexoj Umul Quran, thot Fatihan, pastaj ka thënë Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma. Thot në rekatin e tretë e ka thënë këtë ajet. Zoti jon, mos na I humb zemrat tona pasi që na ka uzuar dhe na jep nga ti thot rahmet, na dhuron nga ti rahmet o Zot. Innaka antal wahhab, ti vërtet ai që dhuron shumë. Kjo është sunnet, thot, në veprim I sahabive prej Khulefai ar-Rashidin. Kjo është sunnet I pejgamberit sa nëse ata e kanë bërë. Merr shumë mirë një ditë para një javë 2, imami I xhamisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e bëri këtë veprim në namaz të akşamit, në rekat të tretë, e tha me zot të ulët që mund të dëgjoj pak, e lexoj këtë ajet Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. E ka bërë këtë punë të bëhet nga një herë s'ka gjë të keqe, dhe është mirë të ngjallet kështu suneti I pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. E ky Sanabuhi ky transmetuesi thotë ka një histori të çuditshme. Ky e ka emrin Abdurrahman ibn Usayla. Dhe ky ka ardhur është nis të bëj hijret te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur ka mri në Medinë, ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E ka gjetë të vdekur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam hala pa u varros sallallahu alaihi wasallam. E nuk e ka arrit pozitën e të qenit sahabi I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por pasi që ishte musliman në kohën kur ka jetu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por nuk e ka pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, quhet muhadram. Muhadram është një pozitë më e lartë se sa tabenet. Dhe ky njeri është mundu të atakoj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por nuk ka mujt me pa, ka pa vetëm xhenazën e tij sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pastaj vazhdojmë hadithet Malik an Nafi' an Abdullah ibn Umar أنه كان رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن، وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة. Thot Maliku nga Nafi nga Abdullah ibn Umeri thot që kur ai falej vetëm, kur ndonjëherë falej vetëm thot kur ka qenë në udhtim, edhe kur nuk ka pas obligim të falej me xhamat, thot
lexonte thot në të 4 rekate. Lexonte në 4 rekate në akşam në yaci do thot 4 rekate. Thot me I lexonte Kur'anin, thot Fatihan dhe sure me Kur'an, nga se të lexohet në 2 rekatet e fundit. Surat bën me lexu kanë njerë, s'ka gjë të keqe, nuk ka gjë të keqe në lexim. Mirë po, nuk është obligim, nuk është sunet, sikurse është në leximin siç është në leximin gjatë 2 rekateve të para. Pastaj thot lexonte nganjëherë 2 sure dhe 3 sure në 1 rekat vetëm. 2 sure apo 3 rekat apo 3 sure në 1 rekat vetëm. Në namaz të farzit, Dhe nganjëherë në 2 rekatet e akşamit lexonte Fatihan dhe sure, thot lexonte më shumë. Kjo kur ka qenë vet dhe nuk I ka munduar njerëzit që falen mbrapa tij. مالك عن يحيى عن سعيد بن عدي بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه الأنصاري عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ فيهما بالتين والزيتون بالتين والزيتون. حديثي تيتر كارد është nga البراء ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Thot jam falur me Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namazin jam falur thot me Rasulullah sallallahu alaihi wasallam me Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jam fal dhe thot ka lexuar në namaz të yacis surën Tin o Zejtun. Kjo thot ka lexuar shkurt në namaz të yacis. Po ashtu kjo është nga suneti I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që në yaci ka falur më të shkurta I ka fal surat sesa në namaz të akşamit, Po ashtu ka shkurt ka mund t'i fal kur ka qenë në udhtim pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se ka shkurt nuk ka fal, transmetivi I që nuk ka fal ka shkurt pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Vazhdojmë hadithe të tjera, thot al-amalu fil qira'a, thot veprimi gjatë leximit, kuptimit, thot Malik an Nafi' an Ibrahim ibn Abdullah ibn Hunayn an abihi an Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an لبس القسي وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. علي رضي الله عنه transmeton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar të veshën një rrobë që quhet el-qassi. Qassi do të rrobë e bërë nga mendafshi. Nga mendafshi është I ndaluar për burra. Dhe ka ndaluar po ashtu të vendoset unaz nga ari, nga dukati. Edhe kjo është ndaluar për burrat, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njëherë ka kap një rrobë të mendafshit dhe një unaz të arit dhe ka thënë këto gjëra janë të haram për burrat të umetit tim dhe janë halal për gratë e umetit. Mendafshi dhe ari janë halal për gratë, ndërsa janë haram për burrat. Janë haram për burrat. Dhe po ashtu thotë ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të lexohet Kur'ani në ruku. Të ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të lexohet Kur'ani në ruku, thotë në ruku nuk lexohet Kur'ani, as në sujud nuk lexohet Kur'ani, por bën dua të tjera dhe bën ruku, thotë bën dua të tjera në këto, edhe nuk lexohet Kur'ani në ruku. Thotë مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي حازم التمار عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. Tani është një transmetim tjetër nga El-Bejadi që thotë se Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam ka dalë një ditë dhe ka hyrë në xhami dhe ka pa njerëz duke u fal. Njerëzit faleshin secili veç. Thotë nuk ka qenë namaz farz. Dhe u ngritën zërat e tyre me lexim. Zërat e tyre u ngritën me lexim.
zërat e tyre ngrit me lexim se si lexonte për vetën me zonë ata. A ka thënë atëherë vërtet namazliu është duke ju drejtuar Zotit të tij vetë. Është drejtuar Zotit të tij. Thot dhe të ketë kujdes dikush se si i drejtohet Zotit të tij. Drejtohet drejt për drejt Zotit të tij. Thot prandaj thot mos ja ngrit njëri tjetrin zonin me Kur'an, mos ja ngrit njëri tjetrit zërin me Kur'an. Mos ja ngrit njëri tjetrit zërin me Kur'an, mos te kaloni një tjetrin me lexim Kur'anit. Thot nëse jeni të fal namaz në xhami, disa vet dhe lexoni me zë. Mos bëni thot dikush me mundu me te kalu me mujt ta mund dikë tjetër me lexim të Kur'anit. Por secili është duke drejtuar Zotit vet. Edhe kur i drejtohesh Zotit tënd, drejtohen në mënyrë të butë dhe në mënyrë të mirë. Pastaj an Malik an Humayd al-Tawil an Anas ibn Malik annahu قال قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة. Tash Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu tregon thot jam falur, jam ngritur në namaz thot. Mbrapa Abu Bekrit, mbrapa Umerit, mbrapa Uthmanit. Dhe të gjithë nuk e lexonin me zë Bismillahirrahmanirrahim. Thot nga se ka një mendim të fikut që në namaz të bëhet besmenja të lexohet me zë. Thot kur fillon Fatihan ta thuash Bismillahirrahmanirrahim dhe thot Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ose pastaj lexon Baqarën thot Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim. Kjo nuk është nga suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk e ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe nuk e kanë vepruar sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Leximi me zë i besmeles nuk bëhet në vetvete. Besmele lexon vet, pastaj e fillon me leximin e surës. Malik an amnihi Abi Suhail ibn Malik an abihi annahu qala كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جهم بالبلاط. سهيل بن مالك تكاتين أبو سهيل بن مالك تكاتين جاجاي أبو بكر أميرت جاجاي أنس مالك بن أنيست باباي تي كاتين في صحابية بيجامع سمت الغنطة e kemi dëgju leximin Umerit radhiyallahu anhu në namaz të namaz natës kur është fala i thot e kemi lexuar edhe në një vend që ka qenë Belat, thot në shtëpia e Abu Jahmit në Belat. Thot ai ka qenë në shtëpitë e tij dhe në shtëpitë e tij ka lexuar namaz. Dhe në shtëpi njëri mund të ngritë zonin sa të doj në namaz të natës, nuk ka gjë të keqe për këtë punë. مالك عن النافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما جهر به فيه الإمام بالقراءة أنه إذا سلم الإمام قام عبد الله بن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر. عبد الله بن عمر مالك نافع عبد الله بن عمر تقول kur ai është falë dhe ka humbë ndonjë recat nga me imamin, edhe ka qenë ajo recat për recateve ku imami lexon me zë, kur e ka përsërit pjesën që ai ka mbet, kur e ka plotsuar në pjesën që ai ka mbet, e ka plotsuar me lexim me zë të pjesëve që i kanë mbet. Me lexim me zë të pjesëve që i kanë mbet, kështu ka vepruar Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Pastaj thot مالك عن يزيد بن رومان أنه قال كنت أصلي إلى جنب نافع بن جبير بن مطعم فيغمزني فأفتح عليه ونحن نصلي. نافع يزيد بن رومان كاتشين një prej ato tabiinëve thotë jam fal nga afër Nafi ibn Jubair ibn Mut'im që ka qenë prej tabiinëve, thot dhe ai thot kur falej do të më bënte shenjë që nëse gabonte nuk i kujtoi diçka nga Kur'ani, thot i jepsha ja hapja thot
ja hapja thot pjesën ku ka mbetur pa lexuar, pjesën që i kanë të ndihmuar ta vazhdoj leximin. Vazhdojmë pastaj barakallahu fikum al-qira'atu fi as-subh, leximi i namazit në namaz, leximi i Kuranit në namaz të sabahit, leximi i Kuranit në namaz të sabahit, dhe siç ka qenë suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në këtë namaz. Malik an Shihab an Hisham ibn Urwa an abihi anna Aba Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu صلى الصبح فقرأ فيها سورة البقرة في الركعتين كلتيهما. Urwa ibn Zubair radiyallahu ta'ala anhu tregon thot se Abu Bakr radiyallahu anhu kur është fal, Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu kur është fal, Urwa e ka pas gjysh Abu Bakrin, se nona e Urwës ka qenë Asmaja, bia e Abu Bakrit, do të ka pas gjysh të dajve Abu Bakrin. Thot Abu Bakri kur e falte sabahin, thot e lexonte surën Baqara, në 2 rekate. Lexonte surën Baqara në 2 rekatet. Sa ka që madh ka qenë namazi i tyre. Surën Baqara në 2 rekate ka lexuar Abu Bakr radiyallahu anhu në namaz të sabahit radiyallahu ta'ala anhu. Ki ka marrë namazi i sabahit më shumë se 1 orë gjys deri pak para se me lind dielli, është fare si ka i namazit. مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة فقلت والله إذا لقد كان يقوم حين تطلع الفجر قال أجل. هشام بن عروة ترغم بابايتي عروة që ka dëgju Abdullah ibn Amir ibn Rabia që ka thënë jam fal mbrapa Umar ibn Khattabit radiyallahu ta'ala anhu. E ka fal mbrapa ti namazin e sabahit. E thot ka lexuar në namaz sabahit surën Yusuf. E ka lexuar surën Yusuf dhe surën Hajj, surën al-Hajj. Këto 2 sura i kanë 10 faqe. Dhe e ka lexuar thot me lexim të ngadalshëm. Thot edhe thot vallahi thot kemi qenë rrezik thot që na kap sabahi, na kap lindja e diellit thot dhe për sa ishim në namaz. Na kap lindja e diellit sa ishim në namaz. E kjo është veprim tamam i sunetit të sahabive nga Abu Bakrit dhe Umerit radiyallahu ta'ala anhum, që kanë bërë këtë veprim nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë asfiru fil fajr fa innahu a'zamu bil ajr. Çaj bjen kjo thot faluni në namaz të sabahit derisa të zdritet, nga se ka probleme të madh. Çka? Ata kanë filluar në namaz kur ka qenë akoma errët dhe janë fal derisa është zdrit, pothuajse të lind dielli. Jo siç bëjnë për shembull të në xhamia, presin deri 20 minuta para se të lind dielli dhe atëherë ngritën dhe falin namazin e shkurt, jo. Por qëllimi është të fillohet namazi, të lexohet namazi i gjatë derisa të zdritet, shumë për shkak të gjatësisë së namazit. Shikoni çka ka bërë Uthmani radhiyallahu ta'ala, thot Abu Bakrin e parë, e Umerin e dëgjuat. Dhe shikoni tash çfarë veprimi ka bërë Uthmani radhiyallahu anhu. Malik an Yahya ibn Sa'id wa Rabi'ata ibn Abi عبد الرحمن عن القاسم ابن محمد عن أن الفرافصة ابن عمير الحنفي قال ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها. الفراصنة ابن عمير الحنفي رضي الله تعالى عنهم thot nuk e kam mësu thot surën Yusuf përveç se nga leximi i Uthmanit radhiyallahu anhu në namaz të sabahit, aq shpesh thot e përsëriste. Aq shpesh e ka fal namazin e sabahit me surën Yusuf, këtë surën Yusuf që i ka 15 faqe ka. E ka lexuar aq shpesh surën Yusuf në namaz sabahit saqë e ka mësu këtë surën Yusuf nga leximi i Uthmanit radhiyallahu ta'ala anhu, nga leximi i Uthmanit radhiyallahu ta'ala anhu, leximi shumë që ka bërë Uthmani radhiyallahu ta'ala anhu, kështu kanë qenë ata sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wa sallam. Pastaj thot مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر السور الأول من المفصل وفي كل ركعة بأم القرآن والسورة وفي كل ركعة من أم القرآن والسورة. عبد الله بن عمر رضي الله عنه lexonte në
namaz të sabahit gjatë udhëtimit. Me 10 surat e para të Mufassalit. 10 surat e para të Mufassalit dhe në çdo rekat me Umul Kur'an, thot me Fatihan dhe me një surë. Çfarë qëllimi i tij? Qëllimi i tij është se ai ka lexuar sure të gjata edhe gjatë udhëtimit. Edhe gjatë udhëtimit kur ka qenë mirë, po sura pak më i thot jo shumë të gjata si Bakara apo Yusuf, po sura për shembull nga 4-5 faqe i ka lexuar radiallahu ta'ala anhu në namaz të sabahit. Wallahu tebaraka wa ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.